që e gjitha librazhin me Cyr, Çifteli dhe me Davull. Kush është koncepti i Sherif Merdanit? Eksakt. Për këto vegla dhe vegla të tjera. Po mungonte muzika e lehtë. Këtu e kisha fjalën. Pra mungonte fisharmonika, mungonte saksi, mungonte bateria, mungonte kitara elektrike. Këto instrumenta shoqëronin vallën e famshme të librazhit. Kush? Cyrlia edhe Davullja. Më kupton? Çiftelia që përdoret në Çermenik, në krajinë e Çermenik, shoqëronte këtë lloj këngë. Muzika e lehtë s'ekzistonte. Këta nxënës që vinin nga rrethi i librazhit, që vinin në gjimnaz, dhe që unë ju bënja dhe muzikë, kërkoni muzikën e lehtë, dëgjoni edhe që zelen, këndoni këngët e tyre, më fal. Atëherë duhet të formua një bërtham. Dhe unë krijova një ansambël të tërë, me 70 veta, popullore, muzikë e lehtë dhe valle, bashkë me Sadia Lilin, nëse njihni një artist merituar, i cili ka të dy këmbë të prera, jeton në Librazh, është miku im i ngushtë, nga ta miqterall që nuk pranoi të denonconte për Sherifin, absolutisht. E sot e kësaj dite kam një mik të radh. Kemi bërë një ansambël dhe kemi shkuar në festivalin e Gjirokastrës. Çmim të parë. Udhëheqës artistik Sherif Merdani. Çmim të parë. Librazhi. Etj. Pastaj e shikojmë që ajo rinie Librazhi deshte muzikën e lehtë. Krijuam këtë orkestër me vite të tëra. Kur filloi e Kurudha Elbasan Prenjës, edhe vini gjithë rinia studentore, të shkojmë në shtëpitë kulturës, të takojmë filanin, thoshin studentët. Edhe estrada jonë, nuk ju egzagjeroj, estrada e Librazhit, estrada modeste e Librazhit, me atë këngëtar, me atë orkestër, shiste biletat e estradës, ditën e diel, ose ditën e shtunë, nga ora 8 e mëngjesit deri në 8:30. Në 8:30 ishin mbaruar biletat. Teatri merrte 570 vende. Teatri i ri Librazh. Ishin mbaruar biletat. Flasim për muzikë, megjithëse fjala për muzikën popullore, dhe muzika e lehtë. Në çfarë raport për mendimin tuaj si artist i merituar, si një artist me emër, ka një lidhje organike ajo muzika popullore dhe ajo e lehtë? Ganit, është e ngritëm bisedën tonë në një nivel më të lartë. Më pëlqeu shumë pyetja. Këtu hyre në fushën time, në fushën që unë preferoj më tepër. Edhe me pyetjen tënde, shpresoj që ta ngrem bisedën në një nivel pak më të lartë, folën për Sherifin. Unë kam një këtë vështrim të veçantë për këtë raport që kërkon ti. Domethënë raporti midis muzikës popullore edhe muzikës së lehtë. Muzika popullore, them unë, gjithmonë në mënyrë individuale, dhe këtë e kam thënë në një intervistë në radio televizionin publik edhe në Radio Shkodra. Është muzika që vjen nga populli, që ka krijuar populli, që autor ka popullin, nuk ka një autor. Është një eksperiencë, është një traditë. Kurse muzika lehtë është një muzikë që krijohet nga subkonscienca e autorit, ka një autor, ka një firmë, ka një personalitet, ka një identitet. Muzika popullore është muzika që asimilohet nga shtresat e ulta të popullit. Nga shtresat e ulta. Nga shtresat që kanë një ngritje që le për të dëshiruar. Muzika lehtë është në një fazë më të ngritur. Ajo që duhet të asimiloj muzikën e lehtë, duhet të ketë patjetër një kulturë muzikore, duhet të ketë patjetër një shije shumë të avancuar. Pastaj për të hedhur në paralelishte me muzikën operistike. Jo kushdo mund të asimilojë atë muzikë, pa patur një kulturë, pa patur një eksperiencë, pa patur një përvojë, këto që ta ketë ndjekur vazhdimisht atë lloj muzike. Ky është klasifikimi që bëj unë. Edhe unë qëndroj në muzikën e lehtë, por preferoja zakonisht muzikën operistike, e ndjek vazhdimisht shfaqjet. Por muzika e lehtë është muzikë e lehtë, që sot në botë dominon mbi të gjitha, që sot në botë të ndiqet nga mira e mirë spektator, si në Shqipëri, që sot në botë sjell para, sjell sukses, sjell lavdi, është e lehtë për të asimiluar dhe e lehtë për të krijuar, e lehtë. Nuk është e lehtë, po është më lehtë se sa të bësh një opera ose të bësh një simfoni. Kështu që ka një spektator shumë të madh se muzika popullore. Duhet të dish një gjë, Gani. Shumë popull të kulturuar nuk kultivojnë me muzikë popullore sot. Vetëm Ballkani kultivon muzikë popullore. Unë kam qenë në Rumani, shumë e zhvilluar muzika popullore, që nga ana instrumentale, që nga të kënduarit. Kam vizituar Bullgarinë, shumë e zhvilluar. Tek ne në Shqipëri s'ka nevojë për koment se muzika popullore, motivet e saj tash kanë hyrë në atë që quhet turbo folk, e cila është jo vetëm popullore, po nga teknologjia që është zhvilluar duke i futur ritmin, është bërë dhe muzikë lehtë. Për shembull, marrim këngë labe. Këngë labe është kënduar pa orkestra.
Tash duke marrë këngën labe, duke i ruajtur fjalë për fjalë melodinë e saj, e cila është një melodi shumë e thjeshtë që varion në 2-3 nota, duke i vu ritmin teknologji, ajo ka marrë vlera tjera. Me atë muzikë vallëzohet tash. Në Shqipëri e tjera. Falenderoj për sqarimet sonë për lidhur me lidhjen harmonike që kanë këto 3 fusha të artëve veçanërisht të këngës. E dim që në festivalin e 11 është në prekarriera dhe mbas kësaj pyetje do ta fillojmë atje. Sa festivale keni marrë pjesë dhe cilat janë disa nga çmimet tuaja, kujtimet tuaja domthonë atyre viteve? Atëherë fillimisht filloj me festivalin e 8, festivalin e 9, festivalin e 10 dhe festivalin e 11. Mbas kësaj pritet. Më vonë mbas Burgut, që do t'rregojmë, kemi festivale të tjera. Festivali 8, me një këngë shumë modeste, që pati një sukses të jashtëzakonshëm, nuk mori asnjë çmim, autor Agim Prodani, teksti Agim Shell, poet nga Gjirokastra, që në festivalin e 11 duket u dënuar, ishte mik i Agim Prodanit, është një këngë shumë e bukur, të cilën e këndova edhe është kënga e parë e karrierës time, këndova ditë në koncert. Pastaj vim nga festivalitet në të 9-tin, Radio Tirana organizonte ato të quajtura anketa muzikore. Aty në ato anketa, para se të vinte festivali 9, janë kënduar këngë shumë të suksesshme nga ana ime. Është kënduar Kartolina, e miku tim që nuk jeton më, Kastriot Gjini. Është kënduar Fqinja, kënga. Me një sukses mbar kombëtar, e miku tim që nuk jeton më, Kastriot Gjini. Është kënduar kënga A do vish si vjet në plazh, përsëri e miku tim, Kastriot Gjini. Dhe vim festivalin e 9 me 2 këngë. Mesjush, këngë e Pjetër Gacit, që është një kryevepër. Dhe një këngë të Nikola Zoraqit me tekst të Ismail Kaderes, Të pres në tetor. Kënga nuk mbijetoi, edhe pse u prit shumë bukur, sepse motivi që kishte kjo këngë, Nikola Zoraqi tërhoqi këngën mbas një muaji dhe me atë motiv bëri një simfoni, një pjesë për violinë dhe orkestër. Këto që motivi u tërhoq motivi. Në festivalin e 10 pastaj është triumfi im, është gjëja më e bukur. Unë kam kënduar këngën e Nenës dhe kam kënduar bashkë me Justinë Alian një këngë të Agim Krajkës, një duet ne të dy. Ishte me të thënë shumë e bukur. Jashtëzakonisht, këngë ritmike që këndohen në tërë universitetet, kurse kënga e Nenës i mshoje sot e kësaj dite, teksti Agim Sheut përsëri. Agim Prodani ma besoi mua dhe Tonin Tërshanës, pati shumë sukses, edhe kishte një farë diferencë të madhe nga kategoria tjetër e këngëve. Është shumë e evidentuar, na dhanë çmim të parë. Mund të kujtoj një gjë të natë, në Hotel Peza, kam qenë në dhomë me një këngëtar nga Durrësi, Naim Kërçuku, ai flinte, unë e gdhiva tërë natën atës. Po kur të veten Korçë, çfarë do thoshte baba, çfarë do thotë nëna, çfarë do thonë shoqëria. Atë natë mendonja, po të nesmen do takonja Luizën, Luiza ishte e dashur e ime. Çfarë do thotë ajo, do jetë mrekulluar. Çmimi i parë ishte gjë e madhe shumë atëherë. Ka qenë i pashëm në rini. Nëna e baba na kanë krijuar me vërtet të bukur, me sy të kaltër, me flokë të zeza, edhe zëri suksesi ishte i madh, vërtet. Po unë kam qenë djalur të vishtë. Vazhdojmë andaj, pastaj. Të nesmen, Tirana nuk fliste gjë tjetër vetë se për mua. Shkonja nga qyteti studentëve, shikonin gjithë sytë drejtorë. Një javë të tërë ishte figura kryesore, mbas festivalit të 10. Dhe pastaj vjen festivali 11. Unë e tregova atë ditë në koncert, po të më lejosh mund ta tregoj edhe tash ngjarjen. Jam një dëshmitar okular i festivalit 11 dhe shumë gazetat tona në Shqipëri, shumë kujtime nga njerëz jo të ndërgjegjshëm e kanë bashkëardhuar të vërtetën e festivalit 11. Festivali 11 është një koincidencë, nuk e di politikisht ta shpjegoj, por është një koincidencë letrare dhe një koincidencë muzikore asaj kohe, sepse nuk e di a ke dëgjuar gani për të krijuar një festival atëre, Radio Televizioni Publik Shqiptar shpërndante porositë qysh në muajin gusht. Do thuash ti kuj diti, ti s'ke qenë kompozitor. Unë isha miku i Agim Krajkës. Dhe Agimit i vinte flet palosja nga Radio Televizioni Shqiptar. Do të bëjmë festivalin, tematika është partia, tematika është njeriu i ri në fabrikë, miqësia, në fund fare ishte dashuria. Atë vit nuk ekzistonin këtë.
Do bëjmë festivali ku t'i këndohet rinisë, punës saj, miqësisë, dashurisë, sidomos e tjerë. Nuk e di kush ka dorë në këtë punë. Edhe të gjithu përgatitën me këtë, edhe festivali koincidoi që gjithë këngët ishin të dashurisë. Mungoi kënga kushtuar partisë, mungoi kënga kushtuar Enver Hoxhës, mungoi kënga kushtuar luftës, të cilëve për festivalet të tjera kishin kënduar dhe kishin marrë çmime, konkurimi që më i ndershëm sepse tematika ishte e barabartë. Edhe gara ishte shumë e ndershme. Gara ishte shumë serioze. Përsëri mund të t'jap një kuriozitet. Në atë festival mua më kanë caktuar të këndonja këngën që e cila më vonë mori çmim të parë. Kënga e Pjetër Gacit, Erdh pranverë. Edhe pse më pëlqente kënga, unë e dorëzova këngën mbas një jave dhe vetëm me një motiv. Nuk mund t'ja prishnja dot miku tim Kastriot Gjinit, i cili më kishte furnizuar me këngë shumë moderne, nga ato që tradhita, Kartolina, Fqinja, A do vi si vjet në plazh dhe Ti erdhe në plazh e tjera, që kishin patur shumë sukses. Ai bëri një këngë që titulloi Duart e tua. Më pëlqente shumë. Ishte një djalë jashtëzakonisht i talentuar. Ishte një djalë që kishte mbaruar anglisht, dinte gjithë literaturën botërore të muzikës, mund me një fshavnik të vogël, mund të riprodhonte me zërin e tij të holl gjithë repertorin e Beatlesve. Edhe është nga të parët, si mbas maestro Ferdinand Dedës, që futi në këngën tonë harmoninë Beatlesit. Një harmoni shumë moderne, me kalime që thyenin ato klishet klasike të harmonisë, të kompozitorëve të mëdhenj. Një harmoni që përdoreshe vetëm nga Beatlesit. Edhe ky e futi në këngën shqiptare, por motivet shqiptare. Ky përdor dhe motivet e Myzeqes, motivet e Vlorës, tonë të këngë labe, edhe i vendoste në të atill mënyrë në harmonit moderne botërore që dilin këngë, domethënë nga më të bukura. Unë duke u nisur nga këto konsiderata preferova të marr këtë këngë. Në provën generale të festivalit 11, e mbaj mend si tani, në lozhën e parë ka ardhur Ramiz Alia, që ishte sekretari i Komitetit Qendror për Kulturë. Edhe ka e shoqëruar nga Nikola Zoraqi, që ishte drejtori i festivalit. U ekspozua gjithë materiali muzikor, të veshur tamam siç do bështe të nesërmen, mbaroi edhe të gjithë ishin ankth. Pse ishin ankth? Ai mund të shprehë se kjo këngë nuk më pëlqen, fluturonje, nuk këndonje me ti. Ikte kënga. Ose mund të thëshë se kjo pjesë instrumentale kështu nuk më pëlqen, do hiqe, do kishe punat na, do reduktoheshe. Përkundrazi, ai u shpreh me superlativa, dhe këto superlativa i morën vesh nga Nikola Zoraqi, i cili na mlodhi në skenë e operës dhe baletit, në skenë e madhe, i egzaltuar, ishte njëri shumë serios, nuk jeton me, por tha, bravo, i tha, më keni nderuar, udhëheqësi i partisë, janë fjalët e thëna në ligjërat të drejtë, po t'i them. Udhëheqësi i partisë është mrekulluar nga festivali, ai më tha që ju me punën tuaj, me cilësinë tuaj, i keni treguar botës që partia dhe shteti shqiptar e ka ngritur artin shqiptar në këto nivele, në nivele evropiane. Mendo të thot një drejtori i festivalit këtë mënyrë, të gjithë të gëzuar, u shpërndan, kush e kush të gjithë të kostumet më të bukura, fustanet më të bukura, nuk lanë gjepat për tualetra e tërë, dhe për 3 ditë rjesht, unë kam parë një festival të Mahnic. Kam parë një Vaqezele që fluturonte. Kam parë një Justinë Alia që me të vërtet kërcente në skene, valzonte, këndonte. Kam parë një Tonin Tërshana që me atë këngën e çmimit të parë, preku të gjithë spektatorë. Pa ajo që më ka mbetur në kujtesën time, nuk janë këngës, sa është vetë spektatori. Ishte viti i 5 që merrja pjesë festival dhe spektatori aty ishte veshur në mënyrë të përsosur. Vajzat me tualetet nga më të bukura, me fustane nga më të bukura. Festivali pati shumë sukses. E nga forma ndoshta imitoi Sanremon, por unë ta them me kompetencë që atë vit festivali 11, nga ana muzikore, nga ana materialit muzikor, nga interpretimi, nga orkestra, ishte në një nivel më të lartë se vetë Sanremon. Dhe ajo që na dogji neve këtë festival është pikërisht janë gazetat, agjensitë dhe specialistët italian edhe francez. Më në fund, Shqipëria hapi një dritare. Organizoi një festival me këngë kushtuar dashurisë, me këngë shumë të bukura të nivelit evropian, ata folën me superlativa. Këto i lexojnë Enver Hoxha, po mbi të gjitha
ai dëgjoi dhe fëmijët e tij. Dëgjoi vajzën e tij, dëgjoi djalin e tij, të cilët vajtën dhe e mbushën me fjalë nga më të këqija. Festivali pati shumë sukses. Festivali nuk ka këngë për partinë. Festivali nuk ka këngë për Enver Hoxhën. Festivali nuk ka këngë për luftën. Juve ju kanë harruar, rinia kërkon lirinë, kërkon këngën moderne, këtë dia. Edhe u bë ajo që u bë. Todi Lubonja i shkret e reduktoi festivalin e preu, sepse kërkoi Enver Hoxha të shikonte festivalin. Gjithë ato pjesët me sakse ku ta di unë me kitarë elektrike, u çuan të shikonte ajo dhe ai e dënoi festivalin. Dushin viktimat, dushe një viktim që ka kënduar në festival. Nuk mund të ishte viktima Toni Tërshana, familje varfre, këputur. Kishte Sherif Merdani me shkollë të lartë. Vinte nga familje tregtare kohë. Atëherë ta dënojnë.